Në konferencën e sotme me gazetarët nga selia e Partisë Demokratike, kryedemokrati Sali Berisha ripërsëriti akuzat për manipulimin e zgjedhjeve të 11 majit nga mazhoranca socialiste, teksa paraqiti një video ku sipas Berishës, disa patronazhistë po shpërndanin para në Babru në këmbim të votës për PS-n në 11 maj. Berisha tha se opozita është në emision epik për rikthimin e votës së lirë. Tek Sali Berisha ata dështojnë se siç është shefti, po i bëhet gjyqi farsë elektorale. Kjo do sjell, pa diskutim, kjo do sjell mungesë e legjimitetit të qeverisë dalë prej saj. Dhe natyrisht, detyra e Sali Berishës është të faktojë shqiptarëve se janë përballur dhe s'është e para, janë disa. Por bashkë me shqiptarët dhe komunitetin ndërkombëtar, Sali Berisha ka një mision të rikthej votën e lirë. Ky mision i rikthimit votës lirë është mision historik, është mision epik. Sot nuk ka shqiptar që i thot votës vot, që i thot liris liri, që nuk pranon farsën se këtu ndodhi një farsë elektorale, dhe se me farsa nuk ka të ardhme, ka të shkurë. Farsat nuk i fiton opozita. Ndaj dhe ajo që po bëhet, besoj unë, po bëhet gjyqi i farsës. Natyrisht, në kushtet vështira. Pse? Sepse mediat të cilat duhet të jenë në krye të kësaj betejë janë të rjeshtuara. Kreu i Partisë Demokratike ka komentuar gjithashtu rinumërimin e votave të zgjedhjeve të 11 majit pas kërkesës së kandidatëve në listë të hapur.